Mbi 27.000 maturant kanë zhvilluar provimin e dytë të maturës shtetërore atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Provimi ka zgjatur 2 orë 30 minuta, ndërkohë si çdo vit dhe tek provimi i gjuhës së huaj është përsëritur skema, vetëm 20 minuta nga nisja e provimit në rrjetet sociale, është publikuar teza. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka reaguar menjëherë pas publikimit të tezës, duke theksuar se publikimi i saj nuk cënon procesin, ndërsa provimi është zhvilluar në standarde të larta sigurie. Këtë vit, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur që të ketë edhe teste të personalizuar për maturantët, të cilët janë me aftësi të kufizuara. Janë ngritur 145 qendra testimi sipas standardeve, ndërsa 640 mësues janë përfshirë në procesin e vlerësimit. Në këtë ditë të rëndësishme për nxënësit, Ministria e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manasiriu ka uruar suksese të gjithë maturantëve. Suksese maturantëve në mbar vendin, të cilët i japin provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, duke testuar njohuritë e tyre për gjuhën dhe trashëgiminë tonë letrare, ka shkruar ministrja Manasiriu në rrjetet sociale. Provimi i radhës është ai i matematikës me 17 qershor, ndërsa provimi me zgjedhje do të zhvillohet në 24 qershor. Provimi me zgjedhje ofron një gamë të gjërlëndës përfshirë shkencat e natyrës, kimi, fizik, biologji, shkenca shoqërore, histori, gjeografi, qytetari dhe psikologji, filozofi dhe sociologji. Gjithashtu e përfshirë është edhe ekonomia e artet, ekonomi, histori, arti, histori muzike dhe histori baleti. Për orientimin dhe përgatitjen e maturantëve, testet model për provimet e ardhshme janë shpërndar shumë më herët në të gjithë shkollat, duke i orientuar nxënësit për formatin e provimeve në mënyrë që ata të jenë sa më të përgatitur.